për ju? Po, unë besoj që kjo deklaratë është qesharake. Arben Taravari, ju e dini, kemi punuar bashkë në fushatën parlamentare të vitit të kaluar në Maqedoni. Unë kam qenë shef i fushatës të Arbenit. Kam qenë me ta në çdo emision, në çdo tubim. Kam qenë mrapa, në çdo emision, thuajse, po. Jo, thuajse. Po thuajse. Kur ka qenë të unë s'ke qenë. Është e vërtetë që ndonjëherë kam qenë, po kjo është e parancishme. Ajo që është e rëndësishme është që kam qenë mbrapa platformës së tij për zgjedhjet presidenciale, mbrapa platformës për zgjedhjet parlamentare, e kështu me radhë shefi i kabinetit të Arbenit, dhe e vërtetë është Arbeni më ka thirrë dhe më ka kërkuar për 1 muaj radhazi, 3 javë deri në 4 javë radhazi, që të vi dhe të ndihmoj në kuadër të qeverisë së Maqedonisë së Veriut që u formuan në qershorin e vitit të kaluar dhe të marrë detyrën e zëvendës kryeministrit. E pyesni Arben Taravarin nëse vjen në emision, çka i kam thonë kur ma ka propozuar pozitën e zëvendës kryeministrit. Kam thonë, Adash, është gabim. Nuk mundet ti si kryetar partie të bëhesh ministër i shëndetësisë, ndërsa unë si shefi joti i kabinetit të bëhem zëvendës kryeministër dhe të jem mbi teje për sa i përket protokollit shtetit. Pa unë s'ka gale. Kam kërkuar afat për ta menduar këtë parpunës, unë kam qenë mirë në Belgjik. Kam pas punë në rregull, s'kam pas në një hallet vi për një pozitë në Maqedoninë e Veriut. Unë kam marrë sepse kam dhënë kontribut në këtë parti në Aleancën për Shqiptarët për një dekadë. Një dekadë ku në vazhdimsi ne jemi paraqitur si partia që është antipodi i BDI-s. Për të marrë një shembull, këtu në Kosovë i bie raporti VV-PDK pak a shumë. Ne jemi thirrë në një vazhdimsi politike e cila është ajo e PDSH-s dhe e Arben Xhaferit, i cili, siç e dini, për ata që janë matri dhe nuk e kanë njohur Arben Xhaferit, ai ishte antipodi Ali Ahmetit. Ishin 2 polet e politikës shqiptare. Ne kemi vazhdu dhe tërë veprimtaria jonë politike për këto 10 vite sa ekzistojmë si subjekt ka qenë e thirrur në rrugën e Arben Xhaferit dhe si alternativë ndaj keqqeverisjes, ndaj krimit, ndaj korrupsionit që ka karakterizuar Taravari e braktisë. Po, e ka lëshu stafetën Taravari. Taravari është në preherin e Ali Ahmetit për momentin dhe pret që Ali Ahmetit t'i dhuron komuna. Taravari është në shëndru në një farë tregtari me komuna, një farë tuxhari politik i cili ka tentuar të kontrabandon një parti të shet një strukturë të tërë prej mira njerëzve që kanë qëndruar stoik për 2 dekada si partia kryesore opozitare prej vitit 2002 e këndej, që kanë bërë betej çdo ditë me BDI-n, kanë qenë njerëz të shkelur, të diskriminuar, të cilëve u është mohuar e drejta për punësim, e drejta për shkollim, e drejta për konvikte, e shumë gjëra tjera, vetëm sepse kanë qenë të angazhuar në opozitë. Taravari ka thënë ndryshe. Taravari ka thënë që i është ofruar pozitë shumë e lartë, vetëm regjia. Mua më është afruar prej zotri Ahmetit të bëhem kryeministri parë shqiptar. Ju është afruar? Absolut. Ja e them publikisht, le dalin, le ta demantojnë. Pse nuk e pranuat? E kam refuzu. Pse? Sepse kam mendu se duhet ta sjellim ndryshimin të shqiptar. Më kanë ofruar kandidat për kryetar shteti i zotri Ahmetit, tjetë i Aleancës dhe i BDI-s. E kam refuzuar. Atëherë më kanë thënë, se unë jam mësuar kështu me kështu shpifje, atëherë më thoshin se vëmëroja më ka kap, dhe prandaj unë duhet patjetër të shkoj me Lenin, dhe të bëhet Vleni. Po vetëm veç me pas parasysh që edhe pse i ka ofru pozitë të kryeministrit parë shqiptar që me kandidu në fronti evropian me Taravarin kandidat për kryeministër. Po thot, edhe tash më jep 6 komuna ku është logjika. Ku është logjika? Jo ku është logjika juaj që po e zhytni njerin me thonë që është kumpren të Ali Ahmetit duke e pas parasysh që është deklarat e tepër e rëndë. Mi shkum pranë Ali Ahmetit, adem pse, se ky për post kryeministrit nuk është shkum pranë Ali Ahmetit. Kur? Në kohën e zgjedhjeve. Në kohën e zgjedhjeve, para një viti e gjys. Po, para një viti e gjys. Edhe ata kishim një betejë të brendshme ku kryetari kuvendit të partisë ishte Zjadin Sela, i cili donte të shkonte me BDI-n në zgjedhje parlamentare dhe pastaj shkoi, siç e dini, si pjesë e frontit evropian ku i fitoi 4 deputet që ja dhuroi Ali Ahmeti apo jo. Ja dhuroi vetë. Ja dhuroi. Po sidoqoftë,
Unë e shoh që Arben Taravari fatkeqësisht nuk ka pas betej me BDI-n, nuk ka pas betej për ndryshim. Unë e shoh që Arben Taravari, edhe pse ai mu më akuzon që pas kam përçar unë me Ziadinin, nuk e kam pasur atë fuqi. Ai ka qenë kryesi të ngushtë me Ziadinin dhe aty kanë pas mos pajtime të thella dhe unë e di se kam qenë në kontakt në baza ditore me Arbenin, i cili më ka thonë, do e hekim qafe Ziadinin dhe ai le shkon në BDI, ne do e bëjmë ndryshim.